për me lutë, e pas ka deklaru edhe vetë, unë i kisha informacione para se me njës loja, që ka lu pa leje në ekipit mjekësor të Napolit, por pas ka deklaru për klanin mas ndeshjes në ato flash intervistat që japin që klubi italian nuk i ka leje për me lu, po sipas ti nuk i ka pyet ata fare dhe ka vendosur. U po edhe gjatë ndeshjes. Unë që kishte thonë ta Rumëri që ka shku noja pa lez, po shkojnë për me lut për Kosovën. Ka posë ose kur i ka vetë klubet, ai ndesha me Barcelonin. Kroni pa i qit pak speks djek. Sonte ai meriton shlirë. Noja apo që tash kishim kajt këtu. Ai sonte duhet me shpërbly klubi. E mira është që kemi fitu me një rezultat 2-1, edhe shkojmë pak më ndryshe, edhe pse nuk është ndonjë rezultati që na jep komoditet, po gjithsesi ato dy rastet që unë po i vajtoj, kush kishte më qenë do t'i kisha përmend, po të kishte më qenë 3-1, do të kishte më qenë rezultati shumë ndryshe, edhe do të ishim qos shumë ndryshe atje. Ndoshta do të ishim mbrojt edhe me kundërsulme, po të kishte më qenë 3-1. 3-0, po... Jo, 3-0, po vlosim 3-1 që ka pas mundësi me qenë 3-1, edhe po të kishim me qenë 3-1, kishim shku edhe kishim lu me një mbrojtje të fort, me një mesfush në gjeshun, edhe me kundërsulme. Tash 2-1 nuk ta garanton ai ky rezultat, domethënë lojën e fituame. Kështu që duhet me shku me bu lojën, tamam lojën, qysh neve na kohije, edhe me shku edhe me sulmu, edhe pse jemi në si musafir. Nësë kisha pas qef me ditë shëndritën, se për na kuptojna, s'ka i vjen me sfushën gjeshun. Në është me sfushën gjeshun? Qysh i vjen me gjeshun? Ku ju në gjeshun? Po nësë është pjesë e barit thot, atë në unë pak ma shumë në gjeshun. Qërë unë kam analist për të... Ta gjysa pjesë spor hin tifos të shkilin në gjeshun. Letar të mbi populluar, sa ma shumë letar në sfush aty, ajo quhet në gjeshun. Unë po kam dëshirë shumë me pa dhe Albion Ramanin pak ma shumë në sulm. Po, duke është të publikesur, kush mungaj? Kush mendoni që mungaj, ose një jetë pak haksir, ose diçka në televizor? Jo, du me dhonë golla i pak ma shumë. Se mendoj që ka potencial shumë. Po, kush mungaj në këtë ndeshje prej lojtarëve, sepse kur veç du lista që janë ftume, kemi pa që ka pas reagimet shumë ta për disa lojtarë që nuk po ftohen. Sidomos Korenica është dashur më ftu me formën e tij të jashtëzakonshme në 3-4 ndeshjet e fundit, po shpall 2-3 javë lojtarë më mirë. Me ftu Korenicën? Rashicën, çit formacion me lani ashtë Rashicën me tishtë. Po jo sipas performancës. A ke ditë që ka me lu keq Rashica sot? Jo, ka falshat, ashtë kallëzoj, apo thu taktikisht, veç pak, apo mundësi tabelën, nivelin e depozitit. Tabelën nëse e kemi. A e kemi tabelën regjia? Nivelin e depozitit e kemi. Jo. Që su në ndërën të Rashicën... Hajde, që tabelën e lojtarëve që kanë qenë të ftumë, në listë. Te vendos në krahun e djathtë e vendos Rashicën, në vend të Liridonit që po thu ka lut kecët, edhe lun Korenica në qendër që aty ku ka lut Rashica sot edhe ditën e mirë, e kitë rrezikshëm edhe krahun e djathtë, e kitë rrezikshëm edhe qendrën. Po tash ti vetë burrën po të kallëzoj. Po në shefot do sot i kallëzova, javë në ashme e merr shit furaj edhe fiton ndeshën. Morën mend. Domethënë u pajtut në këtë pikën që Korenica ka qenë lojtari që ka mungu, edhe do të me kushtave me Milotin. Falë pak mu, ja fola mirë. Shumë mirë. Edhe në përmendon, seriozisht, a është arsyeshme që aty me ty? Po, shumë e drejtë, shumë e drejtë. Po, gjithsesi na po flasim pas ndeshjes, para ndeshjes nuk që shumë ditë që ka me rrjedh. Po Korenica me formën e tij, me shpallën e lojtarit 2-3 herë në 5 ndeshjet e fundit si më i miri. Duke shënu gola, duke asistu, atëherë do të muftu. Kur muftuaj që se stohet, kur e bën gjithë këtë performancë bukur. Po në qofse është taktikisht, do më thonë, federata me trejnerin, do më thonë, që i kanë ftu lojtarët. Kur thëmë taktikisht janë 2-3 lojtarë të ftuar për me marrë dhe me bu lojtarë të përhershëm të Kosovës, atëherë kish me qenë shumë ndryshe. Po jo sidomos lojtarë që shkëlqejnë, për shembull, që vuti që shpallin lojtarë ndeshjes, dhe sidomos i 4 ndeshjet e fundit. Mujt edhe nuk ftohen me lujt për kombëtarën, për shembull.
Është Ka pak shumë konkurrencë. Po, ka shumë Ka konkurrencë. diçka lojtar që s'janë të luajtë në ekip të vet. Po të. Apo thu që Vojvoda s'është Që të të luajtë. lujt. Po, veç ai pozicion tjetër. Pozicion tjetër, po pozicion të Atina e zaventson dikon tjetër, po këti alëshon dreni për mi të Çdo shëndreqe. pozicion do të qenë dy për në ekip. dallim fix, që po thot muja, për dallim për tokës, që me tapi aty vendin kombëtare nuk është. Është abitent pi javës Ta, në ka e javë. kone kush me tapi në kombëtar vendin? Pa ai nëse nuk e ka dikush pse s'lujti Korenica sot. E kush që ka sipas teje? Po s'po them që e ka dikush, ne po them. I ka do pyetje ai nëse shpirë, kështu, pse s'lujti Korenica sot? Kërëm, se po Se ka nxit fëtë Çfarë treneri edhe ma Se ka aprovoj ftu të më voda. thonë idenë që thash, ka mujtë një Korenica, Djat Rashica, i shkry mua E kena listën, nëse do në mendru mendimin për najkën tjetër, që po e shohim. Jo, më A, jo. gjështë që lista e ftuarve. Lista e të ftuar me ftuarve, konë po. super, veç pa kënë i kësha heka që të kalëzojme një herë. Më vërajt të s'posha Ermal Krasni, Valon Berishon me Korenisë, po jo se ka lujt mirë në Austri, të bo në rajë. Ja, Valonin. Pre të këshirëm jam falë, Paul, se... Ja, Valon Berishën me një herë këshaj. Shumë ka dhënë kontribut. Mire ko, Shumë ka dhënë E kishe largu. kontribut. Na i ndeshje Spizgjeja ta Kush je kontribut? Na i ndeshje ka do vjen. Jepja mundësin atina që i ka 5 ndeshjet e fundit që i ka galojtarin ndeshjes. Jepja mundësin. Valoni e thirrmas vledhjen e radhës. Po du më dojtë një tjetër tim. Nëse